Prezentojmë dhe, ose më saktë rikthejmë në shtëpinë e vet Fation Tafaj, që do të sjellë gjithë bagazhin e vet, eksperiencën e vet. Ka hyrë në historinë e këtij klubit dhe rikthehet me bindjen dhe shpresën që të bëjë histori tani më jo si zëvendës, po si trajner i parë. Zgjedhja ka qenë drejtori teknik, Renato Arapi, patjetër bashkë me ne. E falenderojmë që pranoi këtë sfidë, e dim momentin e vështirë që kemi, por mendoj dhe besoj që jemi në rrugën e dur për të shkuar drejt objektivit, që është qëndrimi në kategorinë e parë, edhe vitin tjetër synojmë tabelën minimalisht 6-ën e parë, pse jo edhe ngjitjen Super League. Fillimisht dua të falenderoj stafin, drejtorin teknik, presidentën, që ma dha mundësinë për të rikthyer në Kukës. Këtë herë edhe një herë tjetër po e përsëris fjalën e presidentit që kthehem si trajner i parë. Për mua është një sfidë të rikthehem këtu. Momenti është paksa delikat, sepse renditja tregon që do kemi një kampionat vështirë, paktën deri në javët e fundit, dhe na duhet që të bëjmë gjithçka për gjithçka për të anashkaluar të paktën pjesën e play-outit.